Le capita di riconoscere il demonio? I demoni, specie i più forti, quelli che hanno un nome biblico, per esempio, molte volte li ho incontrati, molte volte li incontro. Dunque il diavolo esiste. Sono veri, sono esseri molto più intelligenti di noi. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si çdo të njëjtë, do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori paranormale. Nëse jeni të apasionuar pas këtyre videove, atëherë ju rekomandoj që të bëni subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Kështu që pa humbur kohë, le të filloj me rastin e ditës. Historia që do të trajtojmë sot është historia e vërtetë e Annalise Michel. Dhe nga gjithë egzorcizmat që kanë ndodhur nëpër botë, mund them që është i vetmi egzorcizëm që ka përfunduar në sallën e gjyqit. Dhe më besoni që kjo gjë do të thotë shumë. Annalise Michel lindi në Gjermani më 21 shtator të vitit 1952, e para nga 4 fëmijë të një familje të klasës së mesme, shumë katolike. Ishte një vajzë thjesht e bukur, kështu ishte në fillim, por në adoleshencën e saj diçka ndryshoi. Në vitin 1968, Annalise ishte vetëm 16 vjeç dhe pikërisht atë vit pësoi një krizë epileptike duke humbur komplet kontrollin e trupit të saj. Dhe ditën tjetër tregoi që kishte patur atë ndjesinë sikur dikush e shtynte ose diçka e shtynte me forcë. Por vetëm një vit më vonë, në vitin 1970, Annalise pësoi një tjetër krizë epileptike. Dhe në këtë moment prindërit menduan që ta çonin te mjeku që ta vizitonin. Dhe në fakt e vizitoi doktor Bod dhe neurologu doktor Luigi. I bën gjitha ekzaminimet e mundshme, i bën gjitha analizat e mundshme dhe në fakt nuk doli asgjë e pazakontë. Por krizat e saj ishin të njëpasnjëshme, edhe pse analizat neurologjike dolën negative, ajo pikërisht në vitin 1970 në vitin 1972 pati përsëri kriza epileptike dhe analizat përsëri dilnin të ishin negative, por gjithsesi në këtë pikë mjekët i dhanë ilaçe. Në rastin e parë i përshkruan barna kundër konvulsioneve, në rastin e dytë barna kundër krizave pra aktivitetit cerebral, por nuk tregonin asgjë të pazakontë, përveç se disa devijimeve të lehta, jo mjaftueshëm për të shpjeguar sulmet e saj të vazhdueshme epileptike. Por më e keqja nuk ishte ardhur, sepse pikërisht në pranverën e vitit 1973, Annalise së bashku me prindërit e saj nisën në një udhëtim drejt Italisë, pikërisht në San Damiano Piacentino, sepse thuhet që aty Virgjëresh Mari i ishte shfaqur një gruaje. Por gjatë gjithë rrugës në autobus, Annalise filloi që të fliste me një zë të rëndë mashkullor dhe autobusi filloi që të mbante një erje zakonisht shumë të keqe. Por në momentin kur mbërritën në shenjtore, situata agravohet akoma më keq. Sepse Annalise fillon që të ofendoj, fillon që të shaj gjithë njerëzit rreth rrotull dhe fillon që të hedh mallkime të rënda ndaj të gjithëve, sidomos ndaj Virgjëreshës Mari. Por pikërisht atë natë, Annalise u zgjua duke bërtitur me të madhe, duke thënë që dëgjonte zëra në shtratin e saj dhe mbi gjitha dikush e godiste me forcë në mbështetsen e krevatit. Dhe këtë gjë e konfirmon dhe motra e saj, e cila po flinte në të njëjtën dhomë. Më pas, Annalise thotë që kishte filluar që të shikonte fytyra demoniake dhe mbi gjitha shikonte duart e saj të deformoheshin. Por kohë më vonë, nëna e saj deklaroi që një natë kishte parë vajzën e saj duke parë ngultazi statujën e Virgjëreshës Mari. Dhe pikërisht në atë moment sytë Annalisës ishin bërë komplet të zinj dhe duart e saj ishin deformuar duke u kthyer në formën e kthetrave. Por edhe pse Annalise vazhdonte të merrte ilaçet, asgjë nga ato ilaçe nuk po funksiononin, pra nuk po bënin punën e tyre. Dhe pikërisht neurologu që e kishte kontrolluar analizën mendoi ose në fakt shkroi në ditarin e tij që Annalise kishte bërë diçka të keqe që nuk i përkiste botës tonë. Dhe ishte pikërisht ai që kishte drejtuar familjen të fliste me disa priftërin. Dhe këtë gjë e pohon vetë ai. Por kohë më vonë, kur u mor në pyetje para në
sallën e gjyqit e mohoi ta kishte thënë këtë gjë. Në mendjen e familjarëve filloi që të lindte ajo ideja që mos vajza është e pushtuar nga djalli dhe në vitin 1973 ato u drejtuan priftërinjve. Dhe i vetmi priftëri le të themi që i dha vëmendje ishte prift alt dhe e këshilloi vajzën që të lutej, të ishte më e devotshme, të bënte lutje her pas here, por edhe pse Analiza e Gjor i bënte këto lutje, ishte e devotshme, pra pinte dhe mbi gjitha ilaçet, situata vetëm përkeqësoheshte akoma më shumë. Nuk kishte asnjë përmirësim. Në këtë pikë, familja vendosi që ta shtronte në spital dhe mjekët në spital i përshkruan ilaçe akoma dhe më të forta. Por në pranverën e vitit 1975 situata u përkeqësua akoma më shumë, sepse vajza jo vetëm që po përkeqësohej, jo vetëm që shikonte fytyra, jo vetëm që dëgjonte zëra, por filloi që të hante edhe insekte. Gjithashtu, ajo filloi që të thynte kryqet me një forcë mbinjerëzore dhe nëna e saj tregon që një ditë e kishte shtyr motrën e saj në anën tjetër të dhomës dhe kishte përdorur një forcë të jashtëzakonshme dhe mendoni që thjesht ishte një vajzë. Por pikërisht në shtatorin pasues, babai i saj dhe prift Arnold dole në përfundimin që vajza ishte e pushtuar. Dhe për këtë gjë morën miratimin e një peshkopi, pra siç kërkohet në egzorcizëm dhe më 24 shtator të vitit 1975 filloi egzorcizmi i parë. Dy priftërin duke pyetur entitetet që ndodheshin brenda Analizës dole në përfundimin që ishin plot 6 demon. Dhe 5 prej tyre i përkisnin, pra ishin figura biblike, ishin figura le të themi fetare dhe mes tyre ishte Hitleri, ishte Neroni, ishte një prift i shekullit të 15 i cili ishte i shkrishtëruar dhe më i keqi dhe i gjashti ishte Luciferi. Për pyetje le themi që ngrejnë të gjithë ose le themi edhe nga skeptikët nuk japin dot një përgjigje, është fakti se duke marrë parasysh që Analizë ishte një vajzë e re, ishte një vajzë ishte arsimuar, por le themi nuk ishte një arsim komplet, si mund t'i njihte gjithë ato figura fetare, gjithë ato figura biblike dhe mbi gjitha të njihte priftin e shekullit të 15 i cili ishte i shkrishtëruar, është paksa e çuditshme, pra siç u thash, edhe skeptikët nuk japin dot një përgjigje. Por duke kujtuar që procesi i egzorcizmit nuk se ndodhi në një natë të vetme, por u deshën gati 10 muaj. Dhe në këto 10 muaj gjithçka ishte regjistruar, gjithçka ishte e dokumentuar dhe në fakt edhe sot e kësaj dite ka klipe që gjenden online dhe disa prej tyre do t'ju ja vendos pikërisht tani. Ich hab recht so, dass ich in dem Wald ein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Saublöde Leute. Für uns geht's kein zurück. Nee! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Ich, der Judas, und der Nero, der Kain und der Hitler. 5 Stimmen. Das ist der 6. Oh, den haben wir gelogen. Nuk e di se si qëndron e vërteta dhe nuk e di se si mendoni ju, por mendoj që është paksa e pamundur që këto gjëra pra të jenë të sajuara, sepse në video dëgohet qartë që ajo flet me një zë që nuk është fare i saj. Dhe përveç gjuhës gjermane, që është gjuha e saj amtare, ajo fliste edhe greqisht, fliste edhe latinisht dhe kjo gjë është paksa e trënditse, sepse ajo nuk i dinte këtë gjuhë. Dhe dalim në përfundimin, ose në fakt priftërin dalim në përfundimin që Analizë ka gjitha ato pikat, pra që është e pushtuar nga një demon. Por pikërisht në vitin 1976, në pranverën e vitit 1976, situata përkeqësohet akoma më shumë, bëhet akoma më e dhunshme, sepse gjatë gjithë këtyre ritualeve, vajza përdor një forcë të jashtëzakonshme, është e papërmbajtur dhe duhen të paktën 6 veta që ta mbajnë atë të palëvizur. Por ka raste kur këto 6 veta nuk mjaftojnë. Duke marrë parasysh që në këtë periudhë Analizë nuk hante më. Nuk hante më sepse thoshe që entitetet që kishin pushtuar nuk e lejonin atë të hante. Dhe në gjithë të kaos të paranormales që ndodhte, kishte dhe disa momente kthjellësie. Dhe në këto momente ajo ishte e vetëdijshme për atë që po ndodhte, e kuptonte që atë që po ndodhte. Dhe në një nga këto momente ajo shkroi në letër dhe në atë letër shkroi dhe datën e vdekjes së saj. Dhe pikërisht në një korrik të vitit 1976, ashtu siç e kishte shkruar ajo, familjarët e saj e gjejnë pa shenja jete në dhomën e saj. Dhe pikërisht në trupin e saj fillojnë që të shfaqen disa
Sigma. Fillon që të shfaqen prerje, fillon që të shfaqen maviosi, dhëmbët i kishte komplet të shkatëruara dhe në momentin që vdiq peshonte vetëm 30 kg. Dhe në fakt, nga autopsia që u bë, mjekët zbuluan që nuk kishte asnjë dëmtim në trup. Sipas mjekëve, Analiz kishte vdekur nga keq ushqyerje në moshën 23 vjeçare, e lidhur në shtratin e saj pas 63 egzorcizmave. Dhe në fakt, në këtë pikë të gjithë bëjnë vetëm një pyetje. Nëse ajo do t'ishte detyruar të ushqeshte, a do të kishte mbijetuar? Dhe në fakt ndoshta po. Mendohet që po, sepse gjatë gjithë këtyre muajve vajza ishte ushqyer vetëm me hosje të shenjtëruara. Dhe për gjithë ju që nuk e dini, hosje të shenjtëruara ishte një lloj buke e vogël e shenjtëruar që përdorej gjatë meshës. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe vajza kishte ngrënë vetëm atë. Dhe pikërisht në këtë pikë historia e saj bëhet publike në gjitha gazetat dhe drejtësia fillon të lëvizi sepse beson që diçka nuk shkonte. Dhe për këtë arsye merri në pyetje prindërit, merri në pyetje priftërinë për vrasje nga pakujdesia. Familja Analizës në mbrojtjen e saj në sallën e gjyqit sollën të gjitha materialet që kishin, video, audio, dokumente, vetëm e vetëm për të provuar që vajza e tyre ishte vërtet e pushtuar nga 6 demon. Por nga ana tjetër, nga autopsia që u bë, nuk u zbulua asgjë e pazakontë. Megjithatë, akuzat u mbështetën në faktin se vajza nuk ishte detyruar të ushqeheshte. U zbulua gjithashtu se një nga priftërinë, pra Padre Al, që kishte ndihmuar fillimisht familjen, vuante nga skizofrenia dhe se vizionet e tij mund të ishin shkaktuar nga ndërprerja e ilaçeve. Por gjë më e çuditshme është fakti që Analiz i kishte pasur këto vizione përpara se të fillonte ilaçet. Por pavarësisht çfarëdo lloj gjë që kishte ndodhur, priftërinë së bashku me prindërit e Analizës u dënuan me 6 muaj burg për braktisje të një personi të paaftë. Një murgesh karmelitane më vonë kontaktoi familjen e Analizës dhe i tha që e kishte parë vajzën në ëndër dhe vajza i kishte thënë se nëse shkoni në varrin tim dhe zhvarrosni trupin tim, do të shikoni që trupi im është komplet i paprekur. Dhe pikërisht në vitin 1978 trupi i saj u zhvarros, por në fakt nuk dihet se në çfarë gjendje u gjet. Më vonë u zhvendos në një vend publik dhe për vite me radh u bë destinacion pelegrinazhi për besimtarët që e shihnin atë si një martire të vërtetë. Në lidhje me këtë histori, shumë persona mendojnë që Analiz thjesht ndoshta ishte një vajzë e sëmurë nga skizofrenia. Por mendoj që me gjithë këto prova, me gjithë këto audio, me gjithë këto regjistrime që ndodhen online, mund të them që është një rast vërtet i diskutueshëm. Nuk mendoj që thjesht ishte një vajzë e sëmurë nga skizofrenia, mund të kishte diçka më tepër. Por gjithsesi, këtë gjë ma shkruani poshtë në komente, unë ju përshëndes dhe ne do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao ciao.